Hyni në një supermarket grek dhe gjendeni përballë një korridori të tërë me bukë. 40 marka të ndryshme, qindra lloje buke. Të gjitha ju premtojnë se janë autentike, të freskëta dhe se vlejnë parat tuaja. Shumica ju gënjejnë. Kjo bukë toast me grur të plot për të cilën paguani 2 presje 50 përmban më shumë sheqer se sa mendoni dhe konservues që e bëjnë bukën të ruhet për javë të tëra. Shikoni atë bukë të pjekur freskët nga fura e dyqanit. Kam bërritur e ngrirë nga Polonia para javësh dhe kjo bukë thekre që duket e shëndetshme përmban vetëm 5% thekër të vërtet. Pjesa tjetër është miell i bardhi rafinuar me ngjyrosës. Kalova javë duke hetuar industrinë e bukës në Greqi, duke analizuar testet e Unionit të Konsumatorëve, duke shqyrtuar përbërësit dhe duke folur me ekspert. Ajo që zbulova do të ndryshoj plotësisht mënyrën se si blini bukë. Në fund të këtij artikulli do të dini saktësisht cilat bukë të shmangni si murtaj. Numri 5. Bukë toast e bardh Papadopoulos. Është një nga markat më të njohura në Greqi. Shumë janë rritur duke ngrënë produktet e tyre, por bukë toast e bardh Papadopoulos nuk është aq e shëndetshme sa duket. Përbërësit përfshin miell gruri në raport 79%, ujë, vaj lule dielli 2-4%, maja, krip dhe miell elbi. Është trajtuar me alkool etilik në sipërfaqe. Duket i pastër, apo jo? Por le ta shohim më nga afër. Mielli është jashtëzakonisht i rafinuar. Nuk është integral. Ka humbur pjesën më të madhe të fibrave bimore, vitaminave dhe mineraleve gjatë përpunimit. Është vetëm një hap larg miellit më të rafinuar të disponueshëm. Në thelb po hani kalori bosh që rrisin sheqerin në gjak pa ju ofruar lëndë ushqyese të rëndësishme. Përmbajtja e vajit të lulediellit është vetëm 2-4%. Ky është një përqindje minimale që përdoret kryesisht për marketing. Shikoni vaj luledielli në paketim dhe mendoni se është e shëndetshme, por në 2-4% nuk ofron përfitime ushqyese të rëndësishme. Është një taktikë reklamuese. Alkooli etilik spërkatet në sipërfaqe si konservues për të parandaluar formimin e mykut. Prania e tij tregon se buka është projektuar për ruajtje afatgjatë, jo për freski. Buka e vërtet nuk ka nevojë për alkool për të qëndruar e freskët. Tekstura është shumë e butë. Buka coptohet lehtë dhe nuk ka strukturë. Kjo vjen nga mielli i rafinuar dhe procesi industrial që nuk zhvillon siç duhet glutenin. Kur shtypet një fetë, kompresohet pothuajse në asgjë. Vlera ushqyese është e ulët. Me vetëm miell të rafinuar, kjo bukë ka indeks të lartë glicemik. Rrit shpejt sheqerin në gjak. Pastaj bie papritur. Ndiheni të uritur përsëri pas një ore. Shija është e zbehtë. Duhet të shtoni marmelat ose Nutella vetëm për ta bërë të ngrënshme. Unioni i konsumatorëve nuk e përfshiu Papadopoulos në 5 produktet më të mira. U rendit në vendin e fundit. Ka opsione shumë më të mira në supermarkete me çmime të ngjashme. Po paguani për emrin, jo për cilësinë. Numri 4. Bukë toast false integrale, marka të ndryshme. Tani le të flasim për një mashtrim të zakonshëm. Bukë toast që pretendon se është integrale, por në të vërtet nuk është. Kjo është veçanërisht e rrezikshme sepse mendoni se po bëni një zgjedhje të shëndetshme, kur në realitet po blini një produkt pothuajse identik me bukën e bardhë. Në supermarket gjeni bukë me etiketa si me thekër, shumë integrale ose me drithra. Paketimet tregojnë kokra-ari dhe premtime shëndeti. Shikoni përbërësit. Shumë përmbajnë vetëm 5% ose 10% miell integral ose thekre. Pjesa tjetër është miell i rafinuar. Disa përdorin ngjyrë karamel për ta bërë bukën më të errët dhe të duket integrale. Shikoni ngjyrë kafe dhe mendoni se është integrale. Është thjesht një truk vizual. Ngjyra nuk shton lëndë ushqyese, vetëm iluzionin e shëndetit. Në Greqi kontrollet janë më pak të rrepta. Një bukë mund të quhet me thekër me vetëm 3% ose 5%. Është ligjore, por etikisht e diskutueshme. Buka e vërtet integrale duhet të përmbajë të paktën 50% miell integral. Nëse mielli integral nuk është përbërësi i parë, mos blini bukë integrale të vërtet. Disa produkte tregojnë drithra dhe fara në paketim, por kur lexoni përbërësit zbuloni se 4 drithra nga 8 janë të pranishëm në përqindje në 1%. Është mashtrim vizual. Shtojnë një sasi të vogël vetëm për të mundur të shkruajnë shumë në paketim. Përmbajtja e fibrave bimore është zhgënjyese. Buka e vërtet integrale duhet të ketë nga 3 deri në 4 gram fibra për fetë. Këto bukë false kanë rreth 1 ose 2 gram. Nuk merrni përfitimin e plot të integralit. Përmbajtja e sheqerit është shpesh e lartë. Shumë përmbajnë dekstroz ose sheqer të shtuar për të maskuar shijen e hidhur të sasisë së vogël të drithrave.
Një fet mund të përmbajë deri në 2 gram sheqer. Po konsumoni sheqer të fshehur. Emulgatorët janë të bollshëm. E471 dhe E472 përdoren për të përmirësuar artificialisht teksturën. Tekstura është ngjitëse dhe ngjitet në qiellëzën e gojës. Çmimi është shpesh më i lartë se buka e zakonshme e bardhë. Po paguani më shumë për një produkt thelbësisht identik me bukën e bardhë me një spërkatje drithrash dhe ngjyrë. Numri 3. Bukë parapjekur e ngrirë nga Discountet. Sklavenitis, Lidl, Masoutis ab Vassilopoulos. Tani le të flasim për bukën që gjendet në Discountet me etiketa e pjekur freskët ose bukë ditës. Duket e freskët, erën e bukës së ngrohtë, por ka një sekret që supermarketet nuk duan as pak ta dini. Pothuajse gjithë buka e paketuar që shitet në supermarketet greke vjen nga vendet e Evropës lindore, veçanërisht nga Polonia dhe Ukraina. Këto bukë janë të parapërgatitura dhe të ngrira në fabrika industriale, kushtojnë më pak se gjysmën e çmimit krahasuar me produktet greke dhe mund të qëndrojnë deri në 2 vjet të ngrira. Problemi është se në Greqi nuk ka detyrim për të shkruar në etiket origjinën e bukës. Në etiket thuhet ku janë ngrohur bukët, por jo ku janë prodhuar. Teknikisht ligjore, por kategorikisht mashtruese. Çdo vit prodhohen 4 milion kilogram bukë ngrirë në Poloni. Më shumë se gjysma e sasisë eksportohet në Greqi. Testet laboratorike të pavarura kanë gjetur mbetje pesticide në këto bukë. Disa kanë treguar praninë e metaleve të rënda si plumb dhe kadmium në gjurmë. Cilësia e miellit është e ulët. Përdoren drithra të cilësisë inferiore me miell që ka qëndruar në depo për muaj. Për të maskuar shijet e pakëndshme shtohen sheqerna, përmirësues mielli dhe aroma artificiale. Pjekja është e shpejtë. Buka thjesht ngrohet për 8 ose 10 minuta në furrën e supermarketit. Nuk ka proces të vërtet pjekjeje. Lëkura formohet vetëm në sipërfaqe, ndërsa brenda mbetet ngjitëse. Një furgji më shpjegoi se buka e freskët kërkon një cikël unik nga prodhimi i brumit deri te pjekja në 72 orë. Buka e parapjekur ndërpret këtë proces me ngrirjen. Kjo ndryshon strukturën e glutenit dhe rrezikon cilësinë finale. Tekstura është e gabuar. Lëkura nuk është krokante por gome. Kur e thekni këtë bukë, digjet jashtë duke mbetur e lagur brenda. Fetat shtrembrohen dhe bëhen të forta si kartoni. Shija është e sheshtë dhe artificiale me shije kimike. Numri 2. Bukë toast ekonomike nga Discountet. Produkte private label. Sklavenitis, Lidl ab Vassilopoulos. Tani arrim te një nga bukët më të këqija që mund të blini. Bukë toast ekonomike nga Discountet. Kushton rreth një presje 50 për paket. Kjo çmim tregon gjithçka për cilësinë. Shikoni përbërësit. Miell gruri, ujë, maja. Pastaj shihni vaj vegetal të paspecifikuar, sheqer, krip, emulgatore 471 e 472 agent për punimi mielli dhe konservues si propionat kalciumi. Kjo nuk është bukë, është një produkt industrial i bërë për të qëndruar javë në raft. Një ekspert në pjekje më tha se buka ekonomike prodhohet me procese industriale me shpejtësi të lartë. Brumi kthehet në bukë në më pak se 3 orë. Buka tradicionale kërkon nga 8 deri në 12 orë. Kjo shpejtësi shkatëron shijen dhe teksturën. Mielli i përdorur është i cilësisë bazë. Është fuqimisht i rafinuar, i privuar nga lëndët ushqyese dhe i zbardhur. Të gjitha fibrat bimore, vitaminat dhe mineralet që ekzistojnë natyrshëm në grur janë hequr. Ajo që mbetet është në thelb kalori boshqërisin sheqerin në gjak. Vaji vegetal i paspecifikuar është shqetësues. Kur etiketa nuk specifikon cilin vaj përdoret, zakonisht është sepse përdorin vajin më të lirë të disponueshëm. Mund të jetë vaj palme, vaj kolza, vaj soje. Shpesh janë vajra të rafinuar me cilësi të ulët. Tekstura është e gabuar. Buka ekonomike është sfungjeroze dhe kompresohet në asgjë kur shtypet. Buka e vërtet ka strukturë dhe kthehet mbrapsht. Kjo bukë shembet sepse nuk ka zhvillim të duhur të glutenit. Shija është e zbehtë dhe lehtësisht kimike. Mielli nuk ka shije pas përpunimit intensiv dhe aditivët lën një shije artificiale. Duhet ta thekni ose të shtoni shije të forta vetëm për ta bërë të ngrënshme. Konservuesit janë veçanërisht shqetësues. Propionati i kalciumit përdoret për të parandaluar mykun. Edhe pse teknikisht i sigurt, disa studime e lidhin me problemet rrethëse të individët e ndjeshëm. Buka e vërtet nuk ka nevojë për konservues. Jetëgjatësia është e dyshimt. Buka ekonomike qëndron 2 javë në temperaturë dhome. Buka e vërtet myket në pak ditë. Lë një fet buke ekonomike jashtë për 1 javë. Nuk mykua fare, thjesht u bë e fortë.
Mungesa e mykut nuk është shenjë freskije, është shenjë ruajtjeje kimike. Numri 1. Buke paketuar me miell nga insekte. Dhe numri 1, më keqja nga të gjitha. Kohët e fundit disa supermarkete greke kanë filluar të shesin bukë që përmban miell nga insekte. Krimbat dhe larvat bluhen në pluhur dhe shtohen në miellin e zakonshëm. Bashkimi Evropian miratoi përdorimin e miellit nga insekte në 2021. Marketingu i paraqet si të qëndrueshme dhe të pasura me proteina, por ka probleme serioze. Insektet përmbajnë proteina të ngjashme me ato të moluskëve. Nëse keni alergji ndaj karkalecave, mund të keni reaksione alergjike serioze. Insektet gjithashtu përmbajnë kitin që shkakton probleme tretëse dhe fryrje. Disa akumulojnë metale të rënda si plumb dhe kadmium nga ushqimi. Problemi më i madh është mashtrimi. Shumë produkte nuk e deklarojnë qartë në paketim se përmbajnë insekte. Duhet të kërkoni emra latin si Aceheta domesticus ose Tenebrio molitor në listën e përbërësve. Shumë konsumator han insekte pa e ditur. Nuk ka studime afatgjata për efektet e konsumit të rregullt. Po eksperimentojnë me shëndetin publik dhe po paguani edhe më shumë për këtë privileg. Është një fyerje për traditën greke të bukës. Alternativa më të mira. Çfarë të blini? Pasi pam çfarë të shmangni, le të flasim për alternativat më të mira. Ka bukë cilësore në supermarketet greke. Thjesht duhet të dini çfarë të kërkoni. Bukë integrale në feta violanta. Bukë integrale në feta violanta renditet e para në renditjen e unionit të konsumatorëve. Kushton rreth 2,80 për paket. Është një zgjedhje ekonomike dhe cilësore. Përmban 57% miell integral. Ky është një përqindje e denjë që ofron përfitime të vërteta ushqyese. Përfshin vaj lule dielli në vend të vajrave të paspecifikuar. Lista e përbërësve është relativisht e shkurtër dhe e kuptueshme pa aditiv agresiv ose ngjyrosës artificial. Përmbajtja e fibrave bimore është e lartë, rreth 3 gram për fet. Kjo ndihmon tretjen dhe mban të qëndrueshme nivelet e sheqerit në gjak. Bukë toast integrale Vital Lidl. Bukë toast integrale Vital që shitet në Lidl është një befasi pozitive. Kushton rreth 2 për paket. Është ekonomike por me cilësi të mirë. Bukë me brum natyral nga furagjinj artizanal. Buka kushton nga 3 deri në 6 për bukë. Vlen çdo cent. Buka e vërtet me brum natyral ka përbërës minimal. Miell, ujë, krip, ndoshta disa fara ose kokra, pa aditiv, pa konservues, pa kimikate. Një mjeshtër furgji më shpjegoi se buka e vërtet me brum natyral kërkon nga 24 deri në 48 orë. Brumi fermentohet ngadalë, duke përdorur maja të egër nga një kulturam që mbahet për vite. Kjo zhvillon shije komplekse dhe e bën bukën të tretshme. Buka ruhet mirë pavarësisht mungesës së konservuesve. Aciditeti i fermentimit frenon natyrshëm mykun. Një bukë qëndron e mirë për një javë ose më shumë. Vlera ushqyese është e shkëlqyer me indeks glicemik të ulët. Mbështetja e furrave lokale mban gjallë aftësitë tradicionale dhe mbështet bizneset e vogla. Buka është bërë në mëngjes, jo ditë ose javë më parë. Dallimi midis bukës nga supermarket dhe bukës artizanale me brum natyral është i madh. Përfundime. Si të zgjidhni bukën e duhur? Së pari, ndaloni me njëherë blerjen e bukës ekonomike nga diskauntet. Është bosh ushqyesisht dhe plot aditiv. Së dyti, shmangni plotësisht bukën e parapjekur të ngrirë që vjen nga jashtë. Është me cilësi të ulët dhe potencialisht e kontaminuar. Së treti, mos u besoni bukëve që pretendojnë se janë integrale, por përmbajnë kryesisht miell të rafinuar. Lexoni gjithmonë listën e përbërësve. Së katërti, qëndroni larg bukës industriale të bardhë, edhe nga marka të njohura. Po paguani për emrin, jo për cilësinë. Së pesti, refuzoni kategorikisht çdo produkt që përmban miell nga insekte. Kontrolloni etiketat për emra si Aceheta domesticus ose Tenebrio molitor. Zgjidhja është e thjeshtë. Gjeni një furrë artizanale lokale që prodhon bukë të vërtet me brum natyral. Nëse duhet patjetër të blini nga supermarket, kërkoni bukë me listë të shkurtër përbërësish. Miell integral, ujë, krip, maja, asgjë më shumë. Shmangni çdo produkt me më shumë se 6 ose 7 përbërës. Shëndeti juaj vlen shumë më tepër se 3 në javë. Ushqimi i vërtet kushton më shumë sepse vlen më shumë. Çdo herë që blini bukë, po bëni një zgjedhje. Mund të zgjidhni lehtësinë dhe çmimin e ulët ose mund të zgjidhni cilësinë, traditën dhe ushqimin e vërtet. Shpresoj që ky artikull t'ju ketë hapur sytë. Ndajeni me miqt dhe familjen. Informacioni është fuqi. Herën tjetër që do të jeni në supermarket, ndaloni para raftit me bukë. Shikoni etiketat, lexoni përbërësitë dhe pyesni veten.
A është kjo ushqim i vërtet apo është një produkt industrial i maskuar si ushqim? Sepse të dish çfarë ha vërtet është hapi i parë për të ngrënë më mirë dhe për të jetuar më mirë.